Një grup shtetesh anëtare të Bashkimit Evropian kanë propozuar që anëtarët e rinj, gjatë një periudhe mbas pranimit në blok, të kenë të drejta të kufizuara vote. Ky propozim në Ballkanin Perëndimor deri më tani është pranuar vetëm nga Shqipëria dhe Serbia. Kufizimi i së drejtës së votës propozohet vetëm në rastet kur kërkohet unanimitet në çështje si zgjerimi, politike përbashkët e jashtme dhe e sigurisë. Propozimi është nënshkruar për momentin nga 5 vende anëtare, të cilat janë Gjermania, Franca, Holanda, Belgjika si dhe Luksemburgu. Këto 5 shtete propozuan forcimin dhe zgjatjen e vlefshmërisë së klauzolave mbrojtëse, të cilat do të zbatohen për çështje që lidhen me sigurinë e brendshme të BE-s, sigurinë ekonomike, si dhe qëndrueshmërinë ndaj ndërhyrjeve të huaja. Sundimi i ligjit është fusha më e rëndësishme në të cilën do të zbatohen klauzolat mbrojtëse. Këto 5 shtete anëtare gjithashtu propozojnë të ashtu quajturën klauzol për parandalimin e prapakthimit në raport me vlerat europiane dhe sundimin e ligjit. Shkelja e këtij detyrimi, siç thuhet në dokument, mund të aktivizojë automatikisht sanksione financiare, procedura për shkelje ose dhe mekanizma të rinj mbrojtës. Ndër të tjera propozohet që masat e mundshme të përfshinë edhe pezullimin e formave të caktuara të bashkëpunimit me shtetin e ri antar, i cili kryen këto shkelje. Po ashtu edhe pjesëmarrja në zyrën e prokurorit publik evropian duhet të jetë një parakusht politik për antarësimin e shteteve të reja. Kjo gjë shihet si një instrument i rëndësishëm për mbrojtjen e sundimit të ligjit, si dhe luftimin e keqpërdorimit të fondeve europiane.